kishte. Stop media palavra. Sa të kujtohë vlasë. Do të më besim e Rrugën nga mjediset e Grand Hotel Europa drejt selisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shkodër, Ilir Meta e përshkoi në këmbë, duke shfrytzuar këto momente për të komunikuar me deputetin Agron Çela rreth zhvillimeve të fundit në kryeqendrën e Veriut. Më pas ai takohet me strukturat e kësaj partie, për të cilat ka një falënderim për punën e bërë në fushat dhe për rezultatin fantastik, siç e cilësoi vetë Meta atë të 23 qershorit. Kreu i LSI-s është i vetëdijshëm se vendi ka një sër problematikash, mes të cilave më rënda është situata ekonomike, por është i bindur se qeveria e re do t'ia dalë për të kapërcyer këtë gjendje. Falenderoj të gjithë ata që na besuan, të uroj zotin Agron Çela si deputeti zgjedhur i Lëvizjes Socialiste për Integrim, por të falenderoj nga zemra Norën dhe të gjithë kandidatët e kandidatet e tjera që punuan si një ekip i bashkuar dhe sollën një frymë mjaft pozitive në qytet, në rreth dhe në gjithë qarkun e Shkodrës. Është një rezultat që na detyron shumë për të bërë më shumë për Shkodrën, për të bërë më shumë për Shqipërinë, në rrugën e stabilitetit, në rrugën e ringritjes ekonomike, në rrugën e gjallërimit të ekonomisë, në rrugën e hapjes së vendeve të reja të punës, për të realizuar edhe programin tonë dhe objektivat tona. Natyrisht situata nuk është shumë e thjeshtë, mjaft probleme janë trashëguar, megjithatë ne kemi vullnetin të ballafaqohemi me këto probleme me realizëm, në mënyrë mjaft të hapur, edhe me antarë si vajzat tanë, por edhe me të gjithë qytetarët. Jam i bindur se angazhimi ynë, transparenca jonë me ta, do ta mbajtë të fort këtë lidhje, që u tregua shumë e suksesshme gjatë fushatës dhe në rezultatin e zgjedhjeve, dhe që do të vijojë gjatë 4 viteve që vijnë çdo ditë. Ne do të jemi vazhdimisht këtu dhe problemet e Shkodrës do t'i ngrim në gjitha instancat që nga kuvendi, qeveria, gjitha institucionet dhe natyrisht duke punuar çdo ditë gjatë 4 viteve që vijnë, jam i sigurt që vetëm do të ecim më shpejt, por do të arrijmë rezultate më të mira dhe më përfaqësuese. Edhe koordinatori i LSI Gëzim Podgorica, pasi falenderoi antarët për punën e deritanishme, shprehu gatishmërim për të vijuar me të njëjtin ritëm, që sipas tij do të sjellë rritjet më teshme të mbështetjes për LSI në vitet në vijim. Ashtu siç ditëm punojmë mirë, siç arritëm një rezultat shumë të mirë, ka bashkuar edhe me rezultateve të tjera shumë të mira në të gjitha qarqet, të cilat e bën LSI-n një faktor të rëndësishëm të stabilitetit politik në vend. Tashmë fillojnë takimet tjera të punës, sepse pas entuziazmit, pas rezultatit mirë, normalisht që duhet i kthehemi punës për të vënë jetë gjithçka çfarë kemi thënë, por për të përgatitur edhe për betejat e tjera zgjedhore. Betejat zgjedhore vijnë shumë shpejt dhe ne duhet jemi të përqendruar, duhet jemi të organizuar, duhet të mendojmë që ky rezultat që ne arritëm ka nevojë që të shkojë më tej. E pranishme në këtë mbledhje ishte edhe zëvendës ministre e Arsimit Nora Malaj, e cila në 23 qershor ishte pjesë e garës për deputete në qarkun e Shkodrës. Takimi me strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim të Shkodrës vijoi me dyert të mbyllura, ku diskutuan strategji të punës për vijimsin.